Sezoni turistik veror solli një rritje të udhëtimeve nga shkodranët, por edhe një fluks të madh turistësh të huaj që zgjollën Shqipërinë si destinacion pushimi. Sipas turoperatores Lida Haxhia, kërkesa më e madhe ka qenë për pushime brenda vendit. Një nga paketat dominuese ishte ajo e Rivierës së Jugut, por nuk kanë mbetur pas lumi i Shalës dhe destinacione të tjera natyrore në veri të vendit. Guidat vazhdojnë dhe preferohen gjithmonë në Bregdet, Shkodrani e Dodetin, dhe ne sapo kemi ardhur nga një guid fantastike në Rivierën e Jugut. Paketat tona fokusohen edhe në Korçën e Bukur, në Përmetin që ka çdo gjë dhe nuk mund të na shkalojë një atrakcion të jashtëzakonshëm turistik i cili ka qenë këtë sezon dhe gjithë sezonin e verës, lumin e Shalës. Një tjetër trend i verës ishte interesi i lartë i turistëve të huaj për paketën turistike të Alpeve, ku përfshihet shtegu i njohur Theth Valbon, një nga atraksionet më të kërkuara të turizmit malor. Grupet nga Izraeli përbëjnë një pjesë të konsiderueshme nga rrallët e të huajve. Ato ishin absolutisht të fokusuar nga interneti, nga rrjetet sociale. Normalisht është bërë një boom dhe është dhënë një jehon të jashtëzakonshme Shqipërisë turistike. Është një tregëndër shumë i bukur që ofron Thethi. Lidh Thethi, lidh Valbonën, lidh edhe lumin e Shalës. Këtë e duan dhe realizojmë normalisht me guidën vendese atje. Turoperatorët parashikojnë që edhe gjatë vjeshtës të vijojë kërkesa për ture të ngjashme, duke shndruar Shqipërinë në një destinacion gjithnjë më tërheqës për pushuesit.